Që t'jemi sinqert, unë po ju drejtojmë Zoti Rama, se ne nuk na qellon shpesh të themi dikujt Zoti Rama, se i themi ose kryetar ose Zoti kryeminist. Ju e keni shoku, nuk i thoni ndonjëherë. Po jo, unë akoma nuk i them shoku, nuk mund të them që i drejtojmë me shoku. Kryeministrit i thua shoku. Por megjithëse Partitë Socialiste dhe Socialdemokrate e kanë pjesë në etikën e komunikimit. Unë mendoj që jo vetëm është një nisëm pozitive, po është dhe e vlefshme. Pak muaj më parë, kur dolën listat e kandidatëve, unë kam ndjenjë një përgjegjësi të madhe. Unë vi si deputet sot pasi isha kandidat në listën e mbyllur të Qarkut Tiranës, ishte vlerësimi më i madh që më është bërë ndonjëherë nga ana profesionale, por ndër ato edhe nga ana njerëzore. E ndjeva shumë barrën edhe përgjegjësinë e këtij besimi dhe që atëherë kam filluar të mendoj në fakt se si duhet jetë fillimi i kësaj rruge të re që do ndërmarrë në politik,